Dera hapet me një zhurmë epike dhe Lim Hoti hyn me buzëqeshjen e tij të zakonshme prej bad boy elegant. Banorët ngrihen. Kamerat afrohen. Muzika bie, në obor, Alba, Bia dhe Benita mbesin pa fjalë, secila e di që e ka një histori të pasgjidhur me Limin, por askush se kishte imagjinuar që do përballeshin të treja njëherësh. Reagimet në moment, Alba. Alba e shikon me sytë e mëdhenj, me një buzëqeshje sfiduese, po mirë, qenë ka bërë Big Brother i rikthim nishave sot. Ajo duket e qetë në sipërfaqe, por xhelozia i ndizet ngadalë. Alba është e tipit që se le dramën pa e kthyer në spektakël. Bia shikon nga kamerat, pastaj nga Limi. Apo na ke marrë si ekip futbolli? Se tre janë për formacion. Ajo fillon të ngacmoj, të qesh, të tallet, por mbrapa shakave ka shumë ndjenja të vjetra. Benita rri pak më larg, e shikon për disa sekonda dhe pastaj lëshon. Kjo do jetë interesante. Shumë interesante. Ajo është e qetë, e ftohtë, por shumë e mpredh. Dhe kur Benita vendos të garoj, rrallë dhe humbet dinamika e tre këndëshit. Të katër këndëshit, shtëpia ndizet. Çdo ditë lind biseda, përplasje, qeshje dhe xhelozi. Alba është më direkte, më impulsive, më e zjarrt. Bia është më lozonjare, e butë, por shpërthen shpejt. Benita është analiza. Eleganca dhe misteri, të trija e njohin Limin mirë dhe secila ka diçka që ai e ka pëlqyer dikur, por me kë do i shkonte më mirë, me kë bën çift më të fortë Lim Hoti në Big Brother, një Lim Benita, kombinim klas qetësi. Ky çift do ishte më i balancuari, të dy din ta mbajnë qetësinë, nuk shpërthejnë kot, kanë kimi të heshtur, të ngadaltë, por të fortë, shkrihen në momentet intime, jo me zë të lartë, por me energji. Publiku do i shite si çiftin më elegant të sezonit. 2 Lim Alba, çifti dramzjar. Nëse Lim kërkon spektakël, aty e gjen tek Alba. Debatet e tyre do ishin të famshme. Pasioni i lartë, por edhe përplasje të forta, skena që do të çmen.